A kemi bën një analizë pse I ka u parë për Ismaili votat? Pse u garen për kryetar të komune? A ndodhe që ju prejtë ndesë, bashkëpunëtor të tu, ata pretendon, a e kanë pidonin tinca dikush te partia jota? Që do të popull e ka pidonin tinca, po do të. Po jo, se në disponimi kështu kur takojshin njerëz. Është pak për çudi, me të drejtë. E para, a din çfarë çudia pak për mua personalisht. Po flas tash për kandit të qytetarit, nuk po flas si politikan. Tash me uri votu një kandidat I cili 4 vjet nuk e ka bërë asnjë punë të mirë për qytetin, sepse sa në duken, dëgjom, na mujna me fol tash, unë më me thonë që e bëj stadiumin, e autostradën, e palestrën, e ato e këto, po kur shkojsh me I pa, ato janë sa në të duken. Tash me qenë qash pasiv 4 vjet, për shembull, mos me punu kur zhoheq 4 vjet, edhe me u rivotu, pak ka qenë e çuditshme për mua, domethënë, sepse unë asnjëherë në jetën time nuk kom hyrë garë politike, për shkak të mospunës ti, po kom hyrë garë politike për shkak të asaj që unë kom synu mi ofru qytetarët. Po në anën tjetër, normalisht që këto sa ndodhin gara politike. Po ajo që unë nuk e pranoj, është që nuk duhesh me nejt me një shtëpi politike, ose s'duhesh me nejt me një kandidat, ose s'duhesh me nejt me një ekip, kur ti nuk beson në atë ekip. Sepse qëre populli thot, ma burni është me thonë nuk jam me ty, se sa me nejt me ty jam përdu konvertijen. Ta shto raste nuk janë veç një dhe këto raste janë gjithkon. Këto raste ndodhin gjithkon. Kur e kuptove ti këto? Unë e kom kuptu ma heret me të drejtën. Para se me u zgjidhe ka? Absolutisht po, sepse sa në duken. Po, sa në duken. Po jo mënu vazhdimisht mi thonë këtë njerëzve, këtë ata që më kanë rrethu, më kanë shoshnu ndoshta, më kanë sugjeru, pse jo, më kanë... Jo mënu mi bindë dhe mi thonë që qëre ka usashtë të parë, sepse Albert Ismaili është vishë një individ. Jo Gilani, mu më adhonë këtë Kosovën, unë s'kam qa bëj. Vetë s'kam qa bëj. Sepse, a di qysh, na duhet me ndërtu një ekip të mirë politik, I cili ka me qeveris gjatë me këta qytetarë. Nuk edhe jo mënu mi bind vazhdimisht dhe mi të regu. A ki pas diskutime gjatë kësaj? Kom pas dhe gjatë mund të duke kom bo, unë edhe gjatë fushatës. A ki ditë pse vllai? Jo, sinqerisht jo, sepse kur ju mull me fol, u kryu një varë qetësie. Për mos me thonë një varë harmonie, për një varë qetësie, po në anën tjetër veprimet që kanë ndodhur tek disa individ, të kanë ndonë me kuptu manej që definitivisht është shikjo, që për shembull që do të publik për ta pënë ndonin tinca. Ata na sot të kanë me ty, për shembull, po në terren. Po, është kjo duhet mu eliminu pe skenes politike. Si fenomen. Si fenomen, është I keq bre se qëre njerëzit nuk është marrë sot me thonë nuk jam me ty. Ose ma ke bëu qëto, më ke mashtru që nuk jam me ty. Po në anën tjetër me najt, pse du të me najt unë me ty kur nuk besojnë ty? Dyftyrsi faktikisht. Absolutisht po. E tash këto sene ndodhin.